Në emisionet e kaluara, ju kam folur për zhvillimin e industrisë kineze të robotëve. Robot që luajnë shah, bisedojnë, interpretojnë dhe kryejnë punë me saktësi të lartë, dhe niveli i tyre i inteligjencës lën bresa te shumë njerëz. Vitet e fundit me zhvillimin e shpejtë të inteligjencës artificiale dhe teknologjive të tjera të reja, industria kineze e robotëve ka hyrë në një fazë zhvillimi të përshpejtuar. Sipas të dhënave nga janari deri në maj të këtij viti, të adhurat e ndërmarrjeve kryesore të këtij sektori arritën mbi 90 miliardë yuan, me një rritje prej 26.9%, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Ndërkohë, Kina ka qenë tregu më i madh në botë për robotës industrial për 13 vjet rradhazi. Por si e ka arritur Kina këtë zhvillim kaq të shpejtë? Le ta zbulojmë së bashku. Së pari, falë një sistemi të plotë industrial. Industria e robotëve përfushin prodhimi mekanik, elektronikën, inteligjencën artificiale, materialet e reja dhe shumë fusha të tjera. Kina ka ndërtuar një zinxhir të plotë industriale dhe furnizimi, nga prodhimi i pjesëve kryesore deri te montimi dhe zhvillimi i aplikacioneve, duke krijuar një bazë të fortë për zhvillimin e kësaj industrie. Së dyti janë nevojat e vetë të tregut. Robotët të përdoren gjithnjë e më shumë në prodhim, logjistik, shëndetësi, kujdes për të moshuarit dhe në shumë sektore të tjera. Këto kërkesa nxisin vazhdimisht inovacionin dhe bëjnë që teknologjitë e reja të kalojnë më shpejt nga laboratori në jetën e përditshme. Të njëjtën kohë, zhvillimi i inteligjencës artificiale, modeleve të mëdha gjuhësore dhe teknologjive të njohjes vizuale u ka dhënë robotëve aftësi më të mira për të perceptuar, kuptuar dhe bashkëvepruar me njerëzit. Kina vazhdon të mbështetë zhvillimin e industrisë së robotëve, të forcojë inovacionin teknologjik dhe të zgjerojë përdorimin e robotëve në ekonomi dhe në jetën e përditshme. Sot robotët përdoren në fabrika, spitale, shërbime, rehabilitim mjekësor, logjistik dhe madje edhe në operacionet e shpëtimit. Nga fabrikat dhe spitalet, nga laboratorët dhe familjet, robotët po ndryshojnë në mënyrën se si jetojmë dhe punojmë. Ata janë bërë një simbol i transformimit të prodhimit kinez drejt teknologjive më inteligjente dhe më të përparuara. Në të ardhmen me zhvillimin e teknologjisë, robotët do të luajnë një rol gjithnjë e më të rëndësishëm në jetën tonë.